Edhe pse në Sarandë është ndërtuar terminali i ri për të shmangur qarkullimin në rrugor dhe për të lehtësuar lëvizjen e banorëve dhe turistëve kryesisht gjatë sezonit veror, ju të gjithë e shohin këtë si një zgjidhje të plot. Ky investim synon organizimin më të mirë të transportit dhe uljen e trafikut në qendër të qytetit, por në praktik ka sjellë edhe sfida për disa kategori qytetarësh. Shoferët e linjave të fshatrave të zonës së Çamërisë, Finiqit dhe zonave përreth shprehen se po hasin problematika të vazhdueshme. Sipas tyre, shumica e pasagjerëve janë të moshuar, të cilët e kanë të vështirë të përshtaten me ndryshimin e ndalesave dhe detyrimin për të zbritur vetëm në terminal. Unë jam nga fshatrat, unë kam linjën e Dermishit, edhe flas për linjën time. Unë nga fshatrat, vetëm pensionist sjell në Sarandë. Kam një mikrobus, 12+1, dhe më futin në terminal. A është e mundshme që plaku 70 vjeçar, 75 vjeçar të marri ose 8 vjeçarit të marri të zbresi nga mua të marri autobusin e terminalit e të zbresi aty lart. Dhe kur vjen puna që të vinë në ngjitje lart, nuk e zë dot linjën e Dermishit. Pensionistë që ngelur edhe ata në 5-6 pasagjerë, 4 i linin te spitali. Parkimin e kishim në parkim privat, nuk ngatronim asnjë gjë, nuk pengonim asnjë gjë. Sepse na futën këtu, hajde gjeje tani. Tani ata të besoj që unë e kam shoqëruar vetë, e kam çuar te spitali se s'dinte të shkonte, e kam marrë nga spitali e kam sjellë këtu. Nga ana tjetër, vetë moshuarit shprehen se përballen me vështirësi të mëdha pasi fugonët nuk i lënë më brenda në qytet. Ata theksojnë se terminali është larg shërbimeve që u nevojiten më shpesh, si farmacit, spitali apo institucione të tjera, duke e bërë më të lodhshme dhe më të kushtueshme lëvizjen e tyre të përditshme. Ju nga vini? Nga Rumanzaj, me linjën e Dermishit. Sa shpesh? Per ilaçe, per bankat, marrim pensionin, marrim ato janë. Ndërkohë linjat ndërqytetase e konsiderojnë terminalin si një zgjidhje pozitive, pasi sipas tyre ai sjell më shumë rregull dhe organizim në transport. Zgjidh shumë punë. Na vjen shumë në ndim. Mirë është për ne. Ka dhe ankesa, për neve është mirë. Merë një pasagjerë për punë? Po, për një marë. Për një marë. Marëm pasagjerë, njerëzit vinë. Kryesisht turist të punoj? Turist. E kanë pak mund të letë gjithë në gjinë, se thonë terminalit tak vinë. Ndërtimi i terminalit në Sarandë përbën një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të qarkullimit dhe organizimit të transportit publik, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Megjithatë, problematikat e evidentuara nga banorët dhe drejtuesit e linjave lokale tregojnë se nevojitet një qasje më gjithëpërfshirëse. Gjetja e zgjidhjeve që marrin në konsiderat edhe kategoritë më të ndjeshme si të moshuarit mbetet thelbësore për të garantuar një shërbim sa më funksional dhe të aksesueshëm për të gjithë.